Zhvillimi i turizmit po shoqërohet me rritjen e numrit të bizneseve të reja në Këlcyr. Vetëm gjatë këtij viti janë hapur rreth 10 subjekte të reja, pjesa më e madhe tyre bujtina, duke dëshmuar interesin në rritje për investime në sektorin e turizmit. Në vitin e kaluar ne kishim 178 biznese në total, të mëdhenj të vegjël, në të gjithë njësinë administrative Suk, Ballaban, Dëshnic dhe Bashkinë Këlcyr. Kurse si vjet kemi dhe 10 çelje të reja. Kryesisht janë bujtina, janë guest house, ka dhe për akomodim, hotelesh, por janë në sasi më të vogël. Kryesisht janë dhe bar, restorante, të cilët janë hapur. 7 biznese janë për zonat rurale, kryesisht në njësitë administrative, kurse 3 biznese janë në Bashkinë Këlcyr. Për të nxitur sipërmarrjet e reja, bashkia ka aplikuar politika lehtësuese për bizneset që nisin aktivitetin e tyre. Sipas Jakupaj, subjektet e reja përfitojnë lehtësira gjatë vitit të parë të funksionimit. Nuk i datojnë biznesin në vitin e parë, kështu që për ata lehtësim është. Për Bashkinë e Këlcyrës, kjo rritje e numrit të subjekteve të reja të bizneseve lidhet me fluksin gjithnjë më të madh të vizitorëve dhe potencialin turistik që ofron zona.